Por zoti Muça, mund të lihet përgjegjësia vetëm agjensive imobiliare, pra në këtë raste, ku nis le të themi abuzimit, cilat janë përgjegjësitë edhe më të gjerë se sa qoftë një agjenci imobiliare, pra le të themi që pranon shuma nëndore dhe nuk deklarohet vërtet vlera e një prone që mund të lihet ose shitet. Problemi është shumë kompleks dhe kështu që nuk është se zgjidhet duke i vënë fajin agjencisë. Nëse unë jam klienti dhe shkoj te agjencia dhe i them që o do ma shes siç të them unë ose ndryshe nuk do shkoj te një agjenci tjetër, normalisht edhe agjencitë mundon t'i përshtaten realitetit në të cilën jetojnë. Tregut. Në shfaqje që tregu. Nëse tregu do me thënë ka përqindje relativisht të madhe të personave që paguajnë në dorë apo një pjesë të ardhurat të tyre nuk i kanë përmes kanaleve bankare, automatikisht edhe agjencia edhe pse është duke shkelur ligjin në një farë mënyrë duhet i përshtatet tregu. Dhe ky është një nga faktorët. Sigurisht agjencitë shkelin ligjin dhe janë përsëri ata pjesë përbërëse të këtij sistemi. Të tretët janë deri diku edhe, domethënë edhe noterët dhe ndërtuesit, kryesorë ndërtuesit, sepse domethënë është pak ndodh shpesh në Shqipëri që shpeshherë apartamente shiten me çmimin e referencës. Dhe duket domethënë nga një anë agjencitë përmendin ku ta diun çmimin që nga 1200 deri në 2500 euro për metër katror në zona të ndryshme të Tiranës, në disa zona elitare dhe më shumë se sa kaq. Nga ana tjetër kur vjen puna në shumë prej le të themi nga publikimet që ka bërë Spaku, nga biseda të saktuara të tjera, kjo struktura